çdo njeri që takojmë në rrugë, në autobus, çdo njeri që kemi në punën tonë, në zyrën tonë, në klasën tonë, kudo, direkt sa shikojmë njeri, ne duhet të mendojmë, edhe ky është i krijuar nga Perëndia. Pavarësisht se si mund të jetë ai njeri, besimtar apo jo besimtar, i mirë apo i keq, i virtytshëm apo plot me vese, mëkatar apo dembel, i martuar apo i pamartuar, i divorcuar apo murg, klerik apo laik, hajdut apo imoral. Pra, çfarë do lloj njeriu që takojmë në jetë, ne do ta shohim si një ikonë Perëndie. Pra, që është dhe ai, siç unë dhe gjithë të tjerët, i krijuar nga Perëndia. Dhe nuk kemi detyrë nga Zoti, nuk kemi porosi nga Zoti që ne ta gjykojmë atë. Vetë Zoti, po ta shikojmë në Bibël, në gjithë Jetën e Vjetër, në gjithë Jetën e Re, na porosit, përveç porosisë së parë që ta duam Zotin me gjithë mendjen, zemrën dhe shpirtin ton, na jep dhe porosinë e ty direkt pas kësaj. Duhet të afërmin si veten tënde. Pra, të afërmin jo vetëm njeriu që ke pranë, i afërmin çdo njeri që ne takojmë në këtë botë. Dhe kemi detyrë ta duam dhe jo ta gjykojmë, sepse gjyqi thot Zoti më përket mua. Dhe në ditën e gjykimit, çdo njeri do gjykohet sipas sjelljes së tij, sipas veprave që ka bërë, do gjykohet në mendimet e tij, do gjykohet nga fjalët e tij, do gjykohet nga veprat e tij. Dhe kështu, asnjë njeri toksor nuk ka të drejtë të gjykojë të tjerët. Vetëm Zoti që është i pamëkatshëm, që është i shenjtë, që është i tërpërsosur, ai është gjykatësi i të gjithë në njerëzve. Ne kemi detyrë ta duam çdo njeri. Dhe nëse rastisht, për shembull, na vijnë në mendje, kujtojmë domosdoshmë kemi ndjesi negative për një padrejtësi që na ka bërë dikush, ose për një ofendim, ose për një të keqe tjetër, çfarë do lloj të keqe, ose për përburzje, gjëra të tjera të këtij lloji, këto ndjesi negative, le t'i largojmë direkt nga shpirti ynë. Si t'i largojmë? Le të lutemi për personin që na ka ofenduar, që na ka padrejtësuar. Direkt, sa na vjen një ndjesi negative, le ta heqim nga shpirti ynë, nga kujtesa jon, nga zemra jon, me lutjen e Jezuit. O Zoti Jezu Krisht, mëshiroje filan person. Edhe direkt, kjo lutje na ndihmon edhe ne, sepse i heqim energjitë negative nga shpirti ynë, por i transmetojmë dhe tjetrit energji pozitive. Kudo larg, domethënë, kudo që të jemi, sa do larg që të jemi, lutja i ka përcen pengesat toksore. Lutja madje shkon edhe deri në jetën tjetër. Mund ta kujtojë diçka që na ka bërë një person që ka vdekur. Direkt të lutemi për shpirtin e tij. O Zot, falja mëkatin dhe prehe atje në parajs. Kështu e ruajm edhe veten tonë, i ruajm edhe të tjerët dhe kështu arrim në atë porosinë e dytë dhe kryesore që na ka dhënë Zoti, duheni të afërmin si veten tënde, pa gjykuar asnjë njeri, në çfarë do pozite qoftë, në çfarë do nga çdo lloj kombi qoftë, nga çdo lloj profesioni, mjafton të jetë njeri dhe direkt mendja jonë të shkojë. Është i krijuar nga i njëjti Perëndi. Vetëm ai do na gjykojë secilin sipas veprave tona, sipas fjalëve tona, sipas mendimeve tona. Dhe detyra jonë si njerëzës të duam çdo njeri i cili nuk është tjetër veçse krijesë e Perëndisë.